Ja pa ta fjallën edhe mamit edhe babi që s'ka me full për pjesën e shpinës, edhe qa ditë kërë pa të bo rëfime, ata veç u patën shtankë. Asi mi për me fitu lek në ashtan pjesën personale, prej kur ka fillu në fillem krejt bigo nishe, unë e kum pas ftesën edhe për nishën edhe për dyshen, po jem kanë, do me thonë, qatë ku jem kanë shumë keq, edhe nuk kum gudzu, ashtu me marrë iniciativen me hisë, edhe isha, unë tash jam shumë gjendit keqe psikologjike edhe nashta nuk e di qysh mu i musil me njerëzit mrena. Po tash, gjatë viteve, shkëkedim të atu mu bu ma e madhe dhe thash, hej, unë, do me thonë, arsyen ma të madhe për me hi e kam puna operimet, edhe në qofë se fitoj të pak të nashta, kam e pas naj spital, ose naj njeri dasha mirë që do në me të ndimu, se ta shyre, one nuk me thonë që nuk i kam kushtet e mira, one kushtet e mira i kam ha, pi, një shpi e kam ku flaj, po nashta qatë qmem që kum pas të operimet, nuk ku mëjt me mbulu. Prendve të mi kur s'kum dash me anëzon kryt për me hi kredia e sane për me kryt, gjithë i kum thonë një mirë, do më thonë ata se kanë ditë ma os gjendjen tem qysh është, se gjithë jam mirë, jam të ushtru, edhe thash, okej, po hi. Edhe me thonë drejtën, ja pa ta fjallën edhe mamit edhe babi që s'ka me full për pjesën e shpinës, edhe qa ditë kërë pa të bo rëfime, ata veç u patën shtankë. Se qa jo kon arsye veç pse jem hi Big Brother. As jem hi për famë, as jem hi për me fitu lek në ashtan pjesën personale, po jem hi veç për punën e shpinës. Edhe sot kërë përmenoj që ja ku ma rritë për arsyen që jem hi, po thamë, okej, s'fi pishman hetë që ja ku mbo atë veprem. Pra, ka qenë qëllimi të kryesor, për shkak që gjithë ata që marrin pjesë në reality show të tillë kanë qëllime të ndryshme, si që ceke, fama, parat, pastaj Anisa ka pas një qëllim krejtësisht tjetër. Po atë momentin ndoshta të shumë pritur realizimit të operacionit që është diskutues, tërdiskutu pastaj pas daljes tënde nga Big Brother. Po pëse që edhe atë ku e ke pas një moment dëshpërimi? Qyshe cika më herët, qajo kona është një prej faza pak ma të shtira që kum kalu se kur gjëgënjehësh, thehësh. Edhe qajo të ndikon shumë tani të besimit e njerës edhe si person që të pjekë edhe të banë. Po e kum të kalu, do me thonë me familje, të najtë me ta, edhe nuk po du shumë e full për atë pjesë, punat që tash kismet kanë me fillu seanca gjyqësore për atë pjesë të mashtrimit, edhe me që di që ka me fitu edhe prapë hitë s'kom interesant që ka ndodhë ma nej. Po ajo për kraja e publikut pas taj kur dole? Ndoshta i ke pa ato komentet, pavarësisht që e dim që jemi shumë të prirë edhe për komente negative, kështu në përgjithësi. Sa i she, sa i ndoshta të ndikojnë sot? Sot nuk është shumë ndikojnë. Ma përpara më kanë ndiku shumë komentet. Jam kanë gjithashtu që i kum hi, kum këshyro se i kum fshi. Sot as nuk i fshi, as nuk mirna, se veç e menoj që ka plët njerës që veç rrinë të shpia, dikush së është i knaqën me vetën, dikush nështë e gjelozën ato që ti e ki, dikush ka problemet veta dhe munot mu shfryn ty, kështu që gjithë munona me arsjetu, një koment negativ edhe nuk është shumë dikan ma, kështu që veç e marrë me sportivitet dhe thëmë, qa me bu.